Ai generali I NATO-s më tha, ju keni shumë të drejtë, kërkisa jote është shumë e vend, tha veç këtë punë që jetu e boti, as Ibrahim Rugova së ardhë me bo. As nuk na ka kërku një gjatë të tillë. Unë s'di që ka bo Ibrahim Rugova, kërkoj falje se është emision publik. Pastaj kam hyrë në konflikt me NATO-n, me luftën Kosovë, e kam pas dënimin 30 vjet me burg. Shkova prap në Azhinës në Universitetin e Tetovës, aty prap I gjeta profesorat e fakultetit juridik, ata që mujta mi taku, edhe ju tregova çka kam njet me bo. Tha si vdije, me no mirë se është sakrifice madhe. Profesori Aslan Bilali, kam dëgju që kish vdek ndjes pas. Çka mendojshë me botin? Profesori Aslan Bilali. Cile ishte ajo ideja jote? Çka mendojshë me botin? Profesori Aslan Bilalit ja dhash tekstin. Sot nuk e kam atë tekstin ka hup. Ja dhash tekstin çka ka me fol. Ta si vdije, sonte komu taku me Holbrukun edhe Christopher Hillin, ishin dy ambasador amerikan që bëshin shatull diplomaci. Tha ka me bisedu me ta dhe kom ju tregu për ty. Se unë dësha me shku në ambasadë NATO-s. Nesër mërë shkova në fakultet, profesori më tha. Holbruku edhe Christopher Hill I tha,